U kthejmë në studio për të diskutuar një çështje e cila është mjaft e ndihshme, po jashtëzakonisht shumë e përfolur, sidomos gjatë ditës së djeshme ku është mbajtur seanca e radhës së gjykimit në rastin e Lidona Ademi, i cili është vrarë në rrethanat që ende nuk kanë ardhur në një gjykim përfundimtar, vetëse para gjyqit është edhe burri i saj, Naim Murseli. Mirëpo, shumë pak diskutohet në lidhje me shëndetin mendor të fëmijëve, të cilët ishin pjesë e asaj nate makabre ku mbeti e vrarë nëra e tyre, po për këto dhe shumë çështje të tjera që kanë të bëjnë me shëndetin mendor të fëmijëve. Me mua në lidhje direkte është psikologja Dafina Boriqi. E dashur, faleminderit shumë që pranuat që t'jeni pjesë e Infodes. Faleminderit fillimisht për ftesën tuaj dhe është kënaqësi që të flas në lidhje për shëndetin mendor të fëmijëve, për preventiven, po ashtu për mosat që duhet mbrojtëse të mirët nga ana e shtetërore, nga ana e shtetit, duke angazhuar shumë profesionistë shëndetësor sa i përket shëndetit mendor të fëmijëve. Mirë, po sa është bërë Dafina për këtë rast në lidhje me shëndetin mendor të fëmijëve, duke ditur se ishin pjesa asaj nate, pra ishin në vetur teksa dolën nga vetura nga ana e babasë të tyre dhe më pas dorasësi e vrarën anën e tyre. Po, atëherë fillimisht vetëm po ta ndëgjosh një rast të këtillë, është një ngjarje që të jap një lloj stresi, një traumë, sidomos të jesh prezente dhe po ashtu kur figura e një fëmije, domethënë siç është nëna, është figura e paqkapshme e fëmijës. Do të thotë atashimi me nënën është një atashim mjaft i fortë, është një marrëdhënie mjaft e fortë. Dhe natyrisht që kjo ndikon shumë, ka ndikuar shumë tek shëndeti mendor i fëmijëve. Po ashtu pasojat psikologjike për fëmijët që e përjetojnë këtë ngjarje janë mjaft të mëdha, duke e cekur çrregullimin traumatik nga stresi. Atëherë nëse këta fëmijë do të preken nga çrregullimi traumatik i stresit, PTSD për ndryshe që e ka shkurtesën, normal që do të ketë kujtime ndërhyrëse dhe të padëshiruara rreth kësaj ngjarje, do të thotë vazhdimisht do të kenë flashback, do të thotë kujtimet rreth asaj ngjarje, po ashtu do të kenë edhe ëndra të frikshëm dhe rikthime të përjetimit. Për këtë arsye shumë pak ndoshta tani në këtë fazë mund të merren me shëndetin mendor të fëmijëve, edhe pse po besoj shumë që nga kujdestarët ligjor e kanë kujdesin e duhur fëmijët, po ashtu po besoj shumë që kudo që gjenden fëmijët, qoftë se janë në Kosovë apo në Suedi, në vendin kudo që janë, po besoj shumë që ata bashkëpunojnë me shteti me bashkëpunëtor social, po besoj shumë që bashkëpunojnë për t'ia japur ndihmën e duhur në këto momente fëmijëve, në mënyrë që të kenë një lloj mbështetje dhe një lloj përkraje. Dafina, cilat janë trajtimet që duhet të marrë fëmija në rast se ka humbur nanën e vet në këto rrethana? Po, në këto rrethana, zakonisht të gjithë psikologët e bëjnë një plan të punës, sidomos kur janë fëmijë të moshës 6-7 vjeçar, apo një grup moshë e caktuar tjetër, pasi sidomos në qoftë se është dyshimi për përfshirjen e babait, çdo psikolog ne e përdorim një program, atëherë fillimisht ne duhet të marrim informacione nga kujdestarët ligjor, që e kanë kujdestarin për momentin të fëmijëve, që të shohim se çfarë simptoma, çfarë është sjellja e fëmijëve, do të thotë duhet të bëjmë një vlerësim paraprak në lidhje me sjelljen e tyre, pastaj po ashtu ne duhet të marrim informacione edhe nga bashkëpunëtorët social. Ne fillimisht duhet të bëjmë një vlerësim për gjendjen emocionale. Për të bërë një vlerësim për gjendjen emocionale të fëmijëve, ne kemi në metodat tona që i përdorim, siç është testi TAT që unë e përdori mjaft shumë, pasi që fëmija me vizatime mund ta nxjerrë një gjë që ndoshta nuk dëshiron ta thotë, apo e mban në veti. Një gjendje në të cilën ai ndodhet. Po, në gjendjen që ai gjendet, pasi që në këto momente fëmija ka disa ndjenja izolimit, ka edhe një lloj frike, ka shumë pyetje rreth situatës, rreth ngjarjes se
çfarë ka ndodhur. Po ashtu në këto situata, domethënë në seancën e parë, qëllimi është që të kemi të ndërtojmë një lidhje me fëmijën. Do të thotë psikologi dhe fëmija duhet të krijojnë një lidhje empatie, t'ja jap besimin pasi këta fëmijë tashmë e kanë të thyer besimin që dikush mund t'i mbrojë, pasi që nëna e tyre nuk ka qenë e mbrojtur në sy të tyre kur ka ndodhur rasti. Po ma dje në sallën e gjykimit u thanë në disa fjalë që fëmijët kishin thënë pas aktit të kryer ku i kanë drejtuar babas të ti pse nuk e morë nanën nga vetura po e lejove që ta vrasin. Ose t'ja bëjnë bam ashtu si që ata ishin shprehur. Ajo shumë, pasi që fëmijët dhe figurën e babait në psikologji, figura e babait është një lloj mbështetje. Fëmijët e shohin si një lloj mbështetje përveç për vete, po dhe për nënën. Andaj këtu është thyer besimi, që thash besimi më së pari psikologi me këta fëmijë duhet të punoj shumë që të forcoj besimin, të krijoj besimin ndërmjet tyre, në mënyrë që ai të kuptoj që është i siguruar, të krijoj një po ashtu ambient që është mjaft i rëndësishëm të ketë një ambient të qetë dhe të sigurt, pasi këta fëmijë janë me trauma. Duhet të kemi shumë kujdes sepse në këto raste pasojat janë shumë të mëdha. Pastaj është edhe çrregullimi i ankthit dhe i depresionit. Sidomos humbja e besimit është tek të rriturit, nuk kanë më besim tek të rriturit. Pa marrë parasysh kanë ndjenja tradhtie, kanë konflikt identiteti, të këta fëmijë ka me pas vështirësi edhe në ndërtimin e lidhjeve të reja emocionale. Ka mendonin që do të ketë pasoja edhe ndër vitet edhe kur ata janë në një moshë madhore, atëherë kur është koha që ata të krijojnë lidhjet e tyre, qoftë me partner ose edhe lidhje familjare. Po, normalisht, vazhdimisht ne duhet të kemi nën kontroll këta fëmijë, pasi që situata që ka ndodhur në prani, në sy të tyre, në prani të tyre, dhe në qoftë se nuk marrin trajtimin e duhur, në qoftë se nuk punojnë profesionistë shëndetësor, normalisht duhet edhe shteti me aktivizu tërkohën në këto momente dhe në vazhdimsi, në mënyrë që të shiqohet krejt kohën gjendja emocionale e fëmijëve, në mënyrë që tërkohën të kanë mundësinë të shprehin traumen që e kanë përjetu, pasi që tash është rëndësishme edhe punëtor social të jenë, psikologët, po ashtu edhe familjarët apo të dashurit, ata që i konsiderojnë shumë të dashur, është shumë rëndësishme që edhe mi afru, po prap edhe mos qasjen, në qoftë se nëse fëmija pyet se a e ka bërë babai, do më thonë, duhet t'i përdorim disa fraza ndimse, duhet t'a përdorim, t'i thëmë, e kuptoj që është pak është e vështirë situata, ke të drejtë të ndihesh i e hutuar, nuk i dim përgjigjet të gjitha tani, nuk duhet dhe të thot fëmijës tani në këtë moment ku plaga është e hapur, ku emocionet është shumë konfuz, është situata konfuze tek fëmijët, ne duhemi të përdorim disa fraza si psikolog që jemi. Edhe në qoftë se na bëjnë pyetjen fëmijët, ne duhet më kujdes që të informojnë në mënyrë të duhur kur të vi koha. Do të thotë gjithnjë do të jetë edhe në pranit psikologit, punëtorës sociale ose pranit psikologit gjithsesi që të japet lajmi fëmijëve për të japet në atë mënyrë që mos ju rëndohet më shumë situata emocionale. Pa, vërtet, Dafina, gjitha këto informacione janë mjaft të vlefshme, mirë po, a kanë marrë këta fëmijë trajtimin e duhur edhe sa është vështirë trajtimi i tyre duke ditur që emni i nënës së tij, më falni, është do herë e pranishme në media, ne pam edhe dje gjatë seancës që kishte një interesim të jashtëzakonshëm të mediave, e gjithë kjo bujë mediatike që është bërë, dashën apo s'dashën, gjithsesi i shohin nëpër mjetet e informimit. Po, e vërtet, atëherë unë po besoj shumë që shtash edhe më herët, kudo që janë, qoftë në Kosovë, qoftë në shtetin e tyre në Suedi, unë besoj shumë që shteti ka marrë përgjegjësi dhe i ka aktivizuar mekanizmat gjitha mbrojtës, edhe për shëndetin mendor të fëmijës, po unë mendoj që duhet të vazhdohet. Do të thotë nuk duhet të dorëheqet menjëherë edhe përgjegjësia shtetërore.
tërkohën duhet të jenë në përcjellje të një psikologe, tërkohën duhet ta kenë një besimin që të kanë një psikologe të flasin, pasi është një situatë është mjaft e rëndë dhe në të ardhmen këta fëmijë mund të kenë edhe çrregullime të personalitetit, nëse nuk e marrin trajtimin të duhur, këta fëmijë në të ardhmen mund të bien ndesh me ligjin, mund të kenë probleme me varësi. E dashur, neve nuk e kemi të bashkëmangshme pa folur dhe vetë të dyshuarin, çfarë çrregullime mund të ketë ai pasi që u tha nga ana e gjykatës mbrojtëse e cila po e mbron zotrin Mërselin që ai po pëson një krizë, pra duhet të merret trajtim në psikiatri për mënyrën se si ai po ndihet tani, madje u flit se ka tentuar edhe të vrasë veten. Atëherë tani është shumë e nevojshme një vlerësim psikiatrik normalisht që e parashë edhe ligji, por në bazë të kësaj natyre të veprës që po dyshohet që ai e ka bërë, që po dyshohet, atëherë një çrregullim të tillë për ta bërë këtë vepër duhet të ketë një çrregullim antisocial të personalitetit, domethënë në momentin që një person e ka çrregullimin antisocial të personalitetit, ai ka edhe mungesë të ndjeshmërisë. Nuk ka empati, do të thotë. Çaj bjen me na sqaru ma shumë për publikun ky lloj çrregullimi. Do thotë se ai nuk ka ndjenja aq shumë sa që është në gjendje ta vrasë dikën pa pasur ndonjë gjësi se si mund ta kenë njerëzit e tjerë normal. Vërtet. Po i bjen që ka sjellje të pamëshirshme, ka mungesë ndjeshmërie, nuk ka empati. Atëherë empatia është një lidhje që formohet ndërmjet dy personave dhe nëse ti ke empati, ti ke me qenë për atë person i dashur, ki me trajtu mirë. Po ashtu këta persona me këtë çrregullim kanë mungesë për dëmet, nuk mundën të mendojnë për dëmet që mund të sjellë ajo vepër që ai ka të ta bëjë. Pastaj është çrregullimi narcisist i personalitetit që mundet me qenë me këtë lloj çrregullimi, që nuk do të thotë që është një diagnozë e saktë, ku ka bindjen, ky person ka një bindje të thellë për rëndësinë e vetes, do të thotë askush nuk është më i rëndësishëm se ai. Edhe për këtë arsye për përfitime edhe personale mund të bëjë shpërdorime, pasi është personaliteti narcisist që mendon vetëm për veti. E dashur, më falenderoj shumë që na i dhe të gjitha këto informacione qoftë edhe në lidhje me gjendjen e fëmijëve, po ashtu edhe me gjendjen psiqike të zotëri Mërselit. Faleminderit edhe nga ana juaj për ftesën dhe ky rast ka qenë që na ka prekur të gjithëve thellë, po përveç individëve edhe ne profesionistët të shëndetit mendor, edhe pse jemi krejt kohë në rrjedha dhe kemi raste të shumta, edhe ky rast nuk kemi mundur të përdorim mekanizma mbrojtës, domethënë nuk i kemi pasur kufit. Edhe ky rast na ka prekur mjaft shumë. E dashur, falenderoj shumë. Shpresoj që herën tjetër do t'jeni në studio, edhe neve shpresojmë dhe urojmë që ky të jetë rasti i fundit kur viktimë do t'jetë një grua nga një burr me të cilën ka kaluar një pjesë të caktuar të jetës. Po dhe normalisht që të mos mbesin viktimë fëmijët, pasi ata janë në fillimin e karrierës, jetës së tyre, janë duke i formuar, domethënë lidhjet. E dashur, falenderoj shumë. Uroj që herën tjetër do t'jemi bashkë në studio për të diskutuar edhe tema të tjera që kanë të bëjnë me shëndetin mendor të fëmijëve. Faleminderit shumë që gjete kohë që ti jesh pjesë e Infodesë. Faleminderit edhe nga ana juaj dhe ditë të mbarë. Faleminderit. E ne me të ndëruar shikues të Infodesë këtu po e përmbyllim edhe këtë emision deri në emisionin radhës. Mirëmbëjtje.